Kultura italiane ka qenë gjithmonë pranesh në gjuhë, në art, në arkitekturë, kinema dhe natyrisht edhe në kuzhinë. Pse jo? Por këtë javë, marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Italisë forcohet edhe më shumë, sepse ka nisur java italiane e kulturës nga data 1 deri në datën 8 qershor me një sër aktivitetesh të ngjeshura, jo vetëm në Tiranë, por në disa qytete të vendit. Në studio sot kemi të ftuar drejtorin dhe kemi kënaqësi ta kemi drejtorin e Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, zotin Alessandro Ruggera, i cili do të na flasë vetëm për këtë javë, por edhe për rolin që ka Instituti Italian i Kulturës në vendin tonë. Zoti Alessandro, kënaqësi që jeni këtu në Rezidielli. Grazie, buongiorno. Tutto in Albania. Do doja të dija fillimisht për këtë javën e famshme të kulturës italiane që ka shumë vite që organizohet në fakt edhe që është një javë intensive me shumë aktivitete. Çfarë risisht sjell kjo javë në këtë vit? Sì, la settimana della cultura italiana è un'iniziativa Java e kulturës italiane është një nisëm e Ministrisë Punëve të Jashtme italiane në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës shqiptare me qëllimin për të promovuar kulturën italiane në Shqipëri. Instituti organizon aktivitete kulturore gjatë gjithë vitit në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Por javën e parë të qershorit jemi pikërisht të përqendruar, kjo javë përkon edhe me festën e Republikës së Italisë, jemi të përqendruar tek një sër eventesh të zgjedhura për të mbuluar të gjitha aspektet kulturore artistike të pranishme në Shqipëri, duke nisur nga muzika, arti, kuzhina, pra t'i japim nga një vëmendje të veçantë secilës syresh. Flasim për nisma të cilat përfshin shumë veta, shumë njerëz, ato janë në përgjithësi me hyrje të lirë, ku të gjithë mund të marrin pjesë dhe të njihen nga afër, jo thjesht për të prezantuar kulturën italiane, por për të zbuluar këtë lidhje të fortë që ne kemi mes nesh. Kjo ndodh edhe për shkak të shumë italianëve të ndodhur këtu dhe të shumë shqiptarëve të ndodhur në Itali, pra dy kulturat tona nuk duhet të jenë më të ndara, duhet të jenë dy kultura të bashkuara, të cilat do të ndihmojnë edhe më shumë në forcimin e lidhjeve tona. Rëndësishme për të theksuar që këto aktivitete kulturore nuk do të përqendrohen vetëm në Tiranë, por në qytete të tjera të mëdha të Shqipërisë për ta përhapur më gjerë këtë nismë dhe këtë aktivitete dhe këtë larmishmëri e këtë ndërsjellje dhe ndërlidhje kulturore mes të dyja vendeve në të gjitha dimensionet, në të gjitha format, nëse do të ketë edhe pjesën e kuzhinës, meqense ne këtu në studio kemi dhe një hapësirë kuzhine dhe jemi shumë të interesuar për të influencuar, për të sjellë gjithmonë receta edhe kuzhinën italiane kaq shumë të përhapur në të gjithë botën. Sì, beh, certo. Allora, intanto rispetto alla distribuzione degli eventi, sì, sono in tutta l'Albania. Si që thash, për ndarja aktiviteteve është në gjithë Shqipërinë, është shtrirë në disa qytete, jo vetëm në Tiranë. Sigurisht që Tirana do ketë më shumë iniciativa, më shumë nisma, por kemi nisma të tjera edhe në Durrës, edhe në Vlorë, edhe në Berat, edhe në Shkodër, sonte në mbrëmje në Gjirokastër, do të ketë një koncert, pra janë aktivitete të shpërndara thuajse në gjithë territorin shqiptar. Për kuzhinën kemi menduar diçka për ta mbyllur këtë aktivitet në datën 8. Është një projekt që e kemi zhvilluar së bashku me Bashkinë e Tiranës, do të organizohet tek Pazari i Ri. Do të bëjmë një kuzhinë rruge praktikisht, një përzierje kuzhinës italiane, po jo ai kuzhina e sofistikuar si që jemi mësuar ta njohim, po një ushqim i thjesht, i shpejt, i rrugës, ai që është plot aroma dhe shije dhe që është shumë popullor në Itali, dhe që na u duk si mënyra më e mirë për ta përmbyllur këtë javë të mbushur me aktivitete. Do të jetë një aktivitet shumë i bukur, e kemi realizuar së bashku me Bashkinë e Tiranës dhe këtu do të jenë përfshirë gjithashtu edhe fëmijë të cilët do të ketë aktivitete edhe për ta, do të mund të këndojnë, të vallëzojnë, të vizatojnë.
Pra do të kemi një përzierje të shumë gjërave në një aktivitet të vetëm, por mbi të gjitha është e bukur të qëndrojmë së bashku dhe të bashkëndajmë jo vetëm ushqimin, por edhe kulturën, pra për t'i dhënë sensin e bashkësisë këtij aktiviteti që do të përmbyllë, siç e thash, javën e kulturës italiane në Shqipëri. Si kundër është arti që lidh më shumë popujt, kulturat, që do jenë artistët që do t'jenë shqiptare dhe italian bashkë me njëri tjetrin për të përcjell shijen e kulturës dhe për të sjellë pak më ndryshe këtë javë të javës së kulturës italiane. Zotja Alessandro, ju keni disa vite në Shqipëri. Ju vetë si e shihni Shqipërinë dhe si e shihni kulturën italiane këtu në Shqipëri dhe çfarë ju pëlqen juve personalisht nga kultura shqiptare? Ka shumë elementa afërsie me Italinë, ata na bashkojnë përtej afërsisë gjeografike dhe historike. Në Shqipëri kemi një komunitet italian në rritje të vazhdueshme. Gjëja për mua më interesante e Shqipërisë, ajo që personalisht më tërheq më shumë, është kompleksiteti dhe pasuria e një territori, është kjo larmishmëri. Është një pasuri e cila është e përbërë nga element të shumtë që i japin një tjetër natyrë këtyre raporteve të dy vendeve fqinje. Jo thjesht një afërsie gjeografike, por të një entiteti tjetër edhe më të fortë, edhe më të fuqishëm. Ndonse i përket një territori të vogël, Shqipëria ka një kulturë mjaft të larmishme dhe kjo është një gjë shumë tërheqëse. Dhe shikoj, edhe nëse flas me shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, po dhe ata që jetojnë në Itali, pikaset kjo lidhje e fuqishme mes dy vendeve tona. Është një lidhje pikërisht që ti e ndjen, është një lidhje e gjallë. Dhe kjo është që më tërheq më shumë. Gjithashtu flasim edhe për ndërthurje të traditave, të dokeve, të zakoneve. Këto ndërthurje mund të shikohen, mund të hasen si në arkitekturë, në peizazhe, në arte. Mund të shikohen gjithandej. Këtë vit një nga aktivitetet që do të organizojmë dhe që e deshëm shumë që ta organizonim është pikërisht koncerti i Ermal Metës. Stimo molto sia per le cose che scrive, per il modo in cui le propone. Unë e vlerësoj shumë për të gjitha mesazhet që jep. Dhe ky koncert që do të hapi dhe turin e tij Live 2025 do të organizohet në Butrin ditën e shtunë tek Parku Kombëtar, tek Teatri Antik i Parkut Kombëtar të Butrindit. Këtë tjetër ndjenjë afërsie e gjej edhe me teatrin, për shembull me Teatrin Kombëtar kemi vënë në sken Faustin në bashkëpunim me Teatrin e Sardenjës, ku regjizori është italian. Ai ka punuar me një trup aktorësh shqiptar dhe realizuan këtë shfaqje, që realizuan një shfaqje e mrekullueshme. Në fillim u shfaq në Shkodër me Teatrin Migjeni dhe më pas në Tiranë me Teatrin Kombëtar. Vizita quhet shfaqja, e cila u prezantua gjithashtu edhe në Festivalin e Teatrove në Sarajevo, ku fitoi edhe çmim, u prezantua gjithashtu edhe në Milano tani afër. Pra ky bashkëpunim, kjo mënyrë e ndërlidhjes, e ndërthurjes së aktiviteteve është një projekcion internacional, është një fuqi e shtuar që i jep një tjetër domethënie dhe një tjetër rëndësi të gjithë aktiviteteve që zhvillojmë. Dhe është e bukur pyetja, nuk është as italiane as shqiptare, është e të dyjave.
Zoti Alessandro, në rafshin në personal, ju jeni një person shumë i rëndësishëm si një ambasador i kulturës së ty vendeve, kështu që ndjeni edhe një lloj përgjegjësie, një lloj kënaqësie personale për afrimin më shumë të kulturave të këtyre dy popujve, për ta përhapur sa më tepër, për të marrë dhe të shkëmbyer nga të dyja kulturat, artet e të dyja popujve, aq më tepër që ne duam Italinë dhe shumë e këtë shohim tek brezi i ri, më së shumti dhe tek ata që kanë zgjedhur edhe gjuhën italiane ta flasin shumë mirë. Ju e shihni besoj në komunikimet e përditshme se sa shumë flasin italisht dhe sa shumë e njohin kulturën italiane. Sì. Da un certo punto di vista è molto facile. Nga një këndvështrim është shumë e thjeshtë ta prezantosh kulturën italiane këtu sepse ka shumë interes. Por nga ana tjetër është edhe një sfidë. Instituti kërkon të prezantojë disa aspekte të kulturës italiane, të themi më pak që bien në sy, më pak të famshme. Ne kërkojmë të punojmë për shembull edhe tek fusha digjitale, për te atyre më të famshmeve siç e tham, lirika, kuzhina, muzika, piktura. Por Italia ka edhe një qasje tjetër kreative, e cili siç mund të jetë dizajni apo teknologjia, që është më pak e njohur. Pra përpiqemi që ta shtym punën tonë edhe drejt kësaj gjëje. Nesër, pra në kod, qendrës për hapje dhe dialog, do të hapim ekspozitën personale të mjeshtrit Enzo Cucchi. Enzo Cucchi është një artist i madh, por mbi të gjitha ai në punën e tij ka punuar duke reflektuar mbi thellësinë shpirtërore të artit. Dhe mendoj se ky është një mesazh që Italia mund ta sjellë shumë fort. Arti ka jo vetëm një funksion argëtimi, por edhe një funksion tjetër, thellimi të reflektimit, në thellimin e asaj çfarë ka shpirtërore tek tjetri dhe tek vetë bota që na rrethon. Dhe ky është një mesazh që besoj se në kohën tonë ku jetojmë është një mesazh i fortë, që shkon përtej jetës përditshme që e jetojmë të gjithë. Pra është pikërisht ky dimension shpirtëror që dëshironim që të sillnim, këtë raport me këtë dimension më të thellë shpirtëror. Dhe besoj se kjo ekspozitë do të arrijë më së miri. Me sa shof janë në dimensione shumë të larmishme gjinit e artit që keni përzgjedhur të bashkëpunoni edhe mes institucioneve shqiptare si për t'i përzgjedhur dhe për të bashkëpunuar me ta. Kështu që është një javë feste, një javë e bukur, një javë kulture, që është në kulmin e saj, është deri në datën 8 qershor, do të kulmoj me koncertin e madh në Butrin, siç e tha dhe zoti Alessandro, me koncertin e Ermalmetës edhe shumë artistë të tjerë të cilët bashkëpunojnë për ta sjellë kaq bukur këtë javë intensive të kulturës italiane në vendin tonë, organizuar nga Instituti Italian i Kulturës me në krye zotin Alessandro. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Grazie mille, grazie. Faleminderit. Tante belle cose. Ne do të shkëputem, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, do të shihemi nesër me të tjerë të ftuar, miq, receta, kështu që vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion, shihemi nesër bashkë. Mirupafshim.